Zotri Sadiku, përshëndetje dhe faleminderit shumë që ndatë kohë për Gazetën Lajm. Përshëndetje, faleminderit për ftesën tuaj. Zotri Sadiku, dua t'ja filloj me atë se në disa prej shkrimet tuaja në rrjetet sociale keni theksuar se Likova as nuk shitet e as nuk blet. A mund t'na tregoni se çfarë është Likova për ju dhe mund t'na thoni se cila ishte ajo arsye që ju shtyu që ju të kandidoni për kryetar komune në Likovë? Po, ajo thënia është si rezultati një të kaluarës historike të ngjarjeve që kanë ndodhur këtu në komunën tonë, konkretisht në çdo fshat, në çdo vend banim, ku komuna ka qenë në fokus të ngjarjeve. Kulmi i gjithë kësaj ka qenë lufta e vitit 2001, ku banorët e komunës kanë treguar një heroizëm të vërtet, ku nuk i lanë të shkel këmba e armikut, i mbrojtën shtëpitë e tyre me dinjitetin dhe përkushtimin më të madh. Si rezultati i asaj, që nuk u përkul asnjëherë, rezultati i asaj ndodhen edhe ndryshime të mëdha në politikë bërjen në vendin tonë, sidomos ndryshimet kushtetuese dhe i dha një shtyqje të madhe ngjarjeve dhe proceseve që ndodhen pastaj në vendin tonë. Pikërisht njëra ndër arsyet që unë kam marrë vendimin që të jem kandidat është një zhgënjim i akumuluar ndër këta vitet e fundit nga qasja dhe neglizhenca e qeverisjeve edhe lokale edhe qendrore dhe lënia e komunës në një situatë të vështirë ekonomike ku një numër i madh i banorëve tani më edhe morën rrugën e migrimit. Ne duhet ndërmarrim menjëherë veprime konkrete që ta kthejmë komunën aty ku e ka vendin e merituar. Zotri Sadiku, çdo kandidat vjen të themi me një plan konkret për komunën e tij. A mund na tregoni se cili është plan programi juaj për Likovën apo cilat janë ato shtyllat kryesore të këtij programi tuaj? Platformën zgjedhore e kemi përgatitur në bashkëpunim me një grup ekspertësh, të cilët kanë qenë në teren vazhdimisht dhe në çdo fshat, në çdo vend banim, kanë marrë informacionin nga andej dhe programa është përpiluar në baza të kërkesave reale të banorëve. Ne programin e kemi të detajuar, të afatizuar me çdo kërkesë të tyre të banorëve, kuptohet, dhe ne kemi ndarë prej tyre 7 prioritetet kryesore, siç janë ujë i pishëm për çdo familje, infrastrukturë moderne, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, arsim cilësor me kushte moderne, mjedis të pastër dhe ekologji aktive, shëndetësi për afër qytetarit, sport dhe rini e fuqishme. Pra, këta janë 7 prioritetet ose shtyllat kryesore të programit sonë. Në teren, sidomos këto ditë keni pasur mundësi që t'i takoni banorët e komunës së Likovës, besoj që jo kanë përmendur problemet të cilat ato përballen çdo ditë. Cilat janë ato problemet më kyçe që edhe ju e vlerësoni se duhet punohet më tepër nëse kaloni dhe merrni mandatin si kryetar komune? Gjatë takimeve intenzive, bashkëbisedimeve me banorët, ne i kemi detektuar të gjitha pengesat e zhvillimit ose mangësitë e qeverisjes aktuale lokale. Kryesisht kanë qenë bazike, të cilat janë ndër vite në proces e sipër. Është e pafalshme që komuna e Likovës ende vuan nga mungesa e ujit të pishëm, nga një infrastrukturë moderne. Ende ka familje të tëra të cilat nuk janë të kyçur në sistemin e kanalizimit. Dhe shumë të tjera të cilat e kanë penguar dhe kanë vështërsuar jetën e banorëve. Cilat janë prioritetet më kryesore tuajat? Pyetja ndërlidhet me ata të cilat ne e tham paraprakisht. Prioriteti ynë kryesor është
furnizimi me ujë të pishëm i çdo shtëpie, çdo banori. Fillimisht do të koncentrohemi për ata të cilët janë më emergjente, siç janë shkollat, qerdhet, institucionet shtetërore, publike dhe shëndetësore. Pastaj, ata që e potencum, edhe problemet mjedisore ekologjike janë njëra ndër problemet të cilat ballafaqojnë banorët në çdo ditë. Ne do të marrim veprime konkrete që ata ti vëmë nën kontroll, ti menaxhojmë dhe të insistojmë në një komunë të pastër dhe një ekologji e cila është moderne. Pastaj kyçen, siç tham, edhe të shumë banorëve të cilët nuk kanë qasje në kanalizim, gjithashtu në infrastrukturë rrugore, sidomos lidhjen e fshatrave me një rrugë moderne dhe të sigurt. Edhe në plot fshatra ende nuk janë kryer disa rrugë alternative ose disa rrugë të cilat janë lënë pasdore, shumicën e rasteve edhe për shkak bindjeve politike, ku ka pas një ndarje sipas regioneve ose sipas vendeve të caktuara, për shkak se ata nuk i kanë taku një subjekti politik i cili ka qeverisë ndër vite. Dhe në fund dua t'ju pyes se përse banorët e Likovës duhet të ju votojnë juve, çfarë ju dallon juve nga kandidatët e tjerë? Në bazë të kaluar sime jetësore, profesionale dhe menaxheriale, gjatë gjithë asaj periudhe njerëzit e kanë vlerësuar shumë lart aktivitetin tim, sidomos në sferën e arsimit ku kam pas rezultate të jashtëzakonshme. Gjithashtu edhe gjatë periudhës kur kam menaxhu 2 institucione në nivel qendror, kam pas rezultate të shkëlqyeshme gjatë asaj periudhe. Asnjë njollë e cila është hudhë mbi të kaluarën time nuk ekziston. Banorët që më njohin kanë një besim të madh tek sinqeriteti im, transparenca ime dhe aftësitë e mia të cilët do t'i vej në shërbim për t'i ecë proceset në realizimin e të gjitha këtyre kërkesave. Një reprezent i mirë edhe në aspektin e përfaqësimit si kryetar komune dhe shumë arsye të tjera të cilat vetë qytetarët gjatë bashkëbisedimit me ta i kanë përcjell tek unë. Gjithashtu edhe si rezultat i zhgënjimit të një politike e cila është ende aktive këtu, ku ka pas një mos transparencë në udhëheqje, punësime familjare, tendera të shpërndara për familjar, keqpërdorime të ndryshme, pasurim në korris të banorëve të ndershëm, të gjitha këto janë arsyet që mu duhet të mbesojnë qytetarët, ndërsa qeverisjen e kaluar kanë mund ta ngjejnë të gjithë banorët e ndershëm dhe ka ardhur koha që definitivisht ta ndalim këtë qeverisje, të japim shpresë qytetarëve dhe ta zhvillojmë këtë komunë e cila e meriton plotësisht. Zotëri Sadiku, ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit, gjithashtu edhe ju ju uroj suksese në punën tuaj.